Agron, dua që të dëgjosh çik me kujdes tani dhe të jesh i sigurt që bankësit do ja marrim 1.000 lekët, por në fakt unë kam disa pyetje për ty, sepse je politikani më hipokrit në gjithë këtë sallë këtu. E para njerë, dua që t'i përgjigjesh shqiptarëve se kush është lidhja jote, e bashkëshortes tënde apo e vllajt tënd me kompanit Intercom Data Service dhe Northwind SHPK. Kush është lidhja, Agron? Dua që të vish tu, Agron, dhe t'ju thush gjithë shqiptarëve, dua që t'ju tregosh shqiptarëve se si ke zgjedhur dhe me kompanitë e tuaja ke zgjedhur që mos të deklarosh mënyrën se si transferon fitimet e tua jashtë këtij vendi dhe je gati të paguash gjobën dhe mos t'japësh informacionin që të kërkohet nga administrata tatimore. Hajde dhe jepi përgjigje shqiptarëve për këtë. Dua që të vish tu, Agron, dhe t'ju thuash gjithë shqiptarëve se kush është lidhja jote, e bashkëshortes tënde dhe e vllajt tënd me 17 kompani të hapura jashtë Shqipërisë. Dua që të vish, Agron, këtu dhe të japësh përgjigje tek shqiptarët kush është arsyeja që ju refuzoni të jepni informacion për mënyrën se si transferoni fitimet jashtë këtij vendi, për mënyrën se si i pini gjakun të rinjve dhe të rejave dhe ke zgjedhur mos paguash as edhe një taks në këtë vend. As edhe një taks, Agron, në këtë vend. Agron, vjen dhe thua që mungojnë investimet në shëndetësi, mungojnë investimet në bujqësi, mungojnë investimet në mbrojtje sociale. Po si do bëhen këto investime, Agron, nëse ti s'paguan asnjë taks? Hajde dhe shpjegoja pak shqiptarëve këtë gjë. Hajde shpjegoja shqiptarëve këtë gjë sepse është e nevojshme që shqiptarët të njohin që ti je një njeri që ke zgjedhur që të shfrytëzosh çdo resurs të këtij vendi këtu dhe mos paguash asnjë gjë në këtë vend, sepse je duke përgatitur jetën tënde offshore. Ky je ti, Agron. Ky je ti dhe shumë shpejt të gjitha zullumet e tuaja do të bëhen publike për të gjithë njerëzit. Hajde dhe jepi përgjigje shqiptarëve për këto që sapo ju thash.